Ndodhemi në mjediset e kryeministrisë, ku bëjmë këtë emision, i cili titullohet I pavarur. Kemi një kryeministër liberal, një kryeministër I cili pranon mendimin ndryshe, pranon kritikat, dhe na ka thënë, "Armir, merre Kristianon dhe më thoni çfarë doni të përmirësojmë në qeverisjen e këtij vendi." Dhe ne me shumë dashamirësi, mendimin ton modest ja japim. Trajtuam disa gjëra të vockëta të aktualitetit, po kisha edhe një gjë që del jashtë Shqipërisë. Kristiano, më ndihmon pak të lutem, fokus. Ukrainasit dëshirojnë komedi, por kultura e tyre tani përcaktohet nga lufta. Pse më ngacmoi ky lajm? Sepse ukrainasit në krye të vendit ka një komedian. Nuk ka një piktor si ne, I cili apo e ka dekoruar edhe vendin edhe kryeministin. Ka një komedian I cili nuk I bën më për të qeshur. Komediani I tyre është tu përcaktohet nga lufta kultura ti. E heqim këtë se s'dua ta vazhdojmë më se këtu e kam këtë pjesën e luftës. Dalim këtu tek komedianët tanë. Balla. Ligji për barazinë gjinore nuk shpik gjini, që I kanë shpikur tjerët. Garanton barazinë e punësim, paga e përfaqësim publik. Mo ma luj këtë Kristiano se të vrava. Në fakt, kur filloi kjo histori, u hodhën publik, jo prit se po ndrojnë gjinit. Edhe njerëzit do fokusuan, jo, duan burr grua, siç e ka Trumpi. Dhe këta filluan, na lëshuan karotën, ne gomerve. Po burr grua do jemi o burr. O grua. Ose o burr grua. Nuk ka gjinit tjera më burr, çfarë flisti. Burr grua, pik mbaroj. U kënaqem ne. Ndërkohë, I gjithë ligji është me qëllim marrjen nën kontroll të shoqërisë. Për barazinë gjinore nuk shpik gjini. Natyrisht nuk shpik gjini. Gjinit tashmë janë shpikur. Tek ajo LGBT plus, Q plus, janë tashmë 79, ndoshta më shumë, gjini. Janë shpikur ato. Por, garanton barazi në punësim, paga e përfaqësim publik. Dhe këtu duhet një plus. Çdo thot. Do thot, dikur ka qenë një ligj që nuk ja më shtjell më njeri, që në një vend pune, në mos gaboj 11 duhet të ishte person me aftësi ndryshe, o pingën e Sheros. Megjithëse në qeverinë kemi kryeministrin, që aftësi ndryshe do thotë që ishte piktor, aktor, këngëtar. Tani me ligjin e ri, në ndërmarrjen tënde, pra këtu tek zjarri ku jemi ne, duhet edhe një burrë, edhe të vijë një grua këtu, pse ka ligji. Por mund të vijë një gjini nga këto të pashpikura dhe të thoj, më falni, mua pse më diskriminoni? Unë jam prezantues dhe kam dëshirë të punoj këtu. Pse t'jetë Armiri burr? Po I ka vlla do të them, mua më thua vlla do thoj? Mua më thua vlla? Më diskriminon seksualisht? Unë nuk jam as vlla as motër. Po çfarë më ndjen ti? Më diskriminoj. Dhe natyrisht do të mbullim gojën, për ndryshe, gjoba fillon 1,5 milion lek dhe ka dhe burg për këtë gjë. Ky është problemi. Marrja nën kontroll e shoqërisë. Është kontrolli përmes fjalës. Si dikur ti thoje, "Ore nuk ka qumësht", s'ka qumësht, ti po thua s'ka qumësht, agitacion propagandë. Tani do thuash një gjë, për cilën do të çohen ata dhe do thonë, "Çfarë duke thënë valla, duke na diskriminuar seksualisht?" Dhe ti do detyrohesh të paguash apo të ndëshkohesh në format e tjera. Ky është ligji për barazinë gjinore që garanton punësimin. Çdo të garanton punësimin. Në qoftë se këtë punë e bën një person që ka një përvojë shumë të gjatë, nuk mund vi tjetër për shkak të një organi të tij gjenital, e thonë, "Jo, do ma garantosh ta bëj unë, se unë kam bile ose unë s'kam bile. Do mi ta bëj unë", thotë ai. Në fakt, bota ka ardhur deri këtu për shkak të trurit, për shkak të meritës, nuk ka ardhur për shkak të organeve gjenitale. Edhe ato kanë zhvillimin e tyre në sektor të tyre, po jo gjithkund. Jo garanton barazi për shkak të asaj që ke.
Iq ma pak të lutem, vazhdoj me tjetrën, dhe Berisha, ligji për barazinë gjinore, sjell përmbysje të rendit juridik të vendit. Atëherë, në këto kushte, në qoftë se është përmbysur rendi juridik, në qoftë se është përmbysur përmes vjedhjes, që thot Zoti Berisha, vota dhe vullneti politik i njerëzve, në qoftë se është përmbysur rendi ekonomik, çfarë bëjmë ne? Çfarë ndodh kur vendet ta kanë pushtuar? Pra kur vjen pushtuesi, nuk bën as më pak, as më shumë, por bën këtë gjë, përmbys rendin juridik, vullnetin e popullit, dhe kaq. Këtë bën pushtuesi. Çfarë do të bëjmë ne? Pyes për një shok. Doktori thotë do të çohemi në protesta për të hequr Edi Ramën. Dakor. Presim, thotë që do vi dimër i ashpër i ftohtë për Edi Ramën. Presim. Po edhe shumë nuk presim dot se unë vërtet mi ka dhënë Zoti si të errta flokët, po bashkëmoshatarët e mi janë zbardhur, ata që ishin student dhjetori. Ca u zbardhën, ca u rropën. Kështu që si do a bëjmë? S'ka përgjigje. Në një moment të dy doktor. Vazhdojmë, Cristiano. Gonzato, duhet të ruajtur ritmi i reformave për mbylljen e negociatave brenda 2027-s. Ore kam thënë unë, Europa do mbyll, në kuptimin do këlqe. Nuk e kam në të kuptim se mos më paragjykoni. Europa do këlqe dhe me një popull i lodhur e raskapitur, një popull i drobitur që kemi dal nga komunizmi, s'kemi dal, bile, kemi dal nga një formë komunizmi, kemi hyrë në tjetrën. Por, dolëm nga diktatura e proletariatit si ata hebrejt nga kampet e Mauthausenit, në mungesa vitaminash, proteinash, kocke lëkurë me sëmundje nga më të ndryshmet. Dhe këtë popull e kanë kapur për lecke dhe thonë, vap, të një si standard, vap. Dhe as i standard, me pakti standard ekonomik. Shumica e pensionistëve në Shqipëri jetojnë me 500 lek në ditë. Kaq, pra, në qoftë se po marrim 15.000 lek të reja, ose 150.000 lek të vjetra, pjesëtim për 3 vjet, bje 5.000 lek të vjetra në ditë. Me 5.000 lek të vjetra është kufiri i varfërisë. 5.000 lek, me një popull të mirë, me një vend të shpopulluar, thot ritmi. Prandaj do them unë, Europa do mbyll. Në kuptimin e këllqeve, ose mos ma merrin në kuptimin tjetër. Cristiano, të lutem, më kalon në një moment të dytë. Dhe më në fund, ngrihet grupi punës për paketën e medias. Do mbyll Europa. Pse them unë? Pas miratimit të barazisë gjinore, thash që është shumë e rëndësishëm ai ligj, për atë ligj, nuk është e rëndësishëm ty qinit. Është e rëndësishëm kontrolli i shoqërisë. Vendosja në vendet e punës të njerëzve sipas gjinive, jo sipas aftësive, jo sipas mendjes, jo sipas meritës, jo, sipas gjinive. Më kujtohet ka qenë kush e mban mend Brezin Paskali tek dega ushtarake, që kur shkonin ne, i bënim atë pa ushtarake 15 vjeç, 16 vjeç, ulin brega dhe na shifte Paskali Bibilushin, edhe testikujt ai kishin. Dhe tani do të jetë ky Paskali i cili do të kontrollojë gjinit, do thotë ti ministri filan, ti jo se u bët shumë testikuj. Pra ja duhet një testikull me cica, këto na duhet një testikull pa cica, këto na duhet 2 cica pa testikuj. Dhe kështu do të formozohet kabinetet, vendet e punës, edhe në privat, të diktohen në këtë formë, por që diktohen këtu duhet prerë gjua, dhe që të pritet gjua, ka ardhur paketa e medias. Pra mediat, neve, duhet kemi shumë kujdes kur flasim. Duhet ta mbyllim gojën. Po e mbyllim gojën, ajo lavdi e madhe që na u tha, ora që keni tha 2 gjinin ngelën, pastaj nuk do ketë më kuptim, po edhe po të ketë kuptim, ti s'do kesh njeri që të flasi, që të thoj, o vëllezër, si do hiqen 2 gjinit? Në fund fare, parlamenti bën një amendim ligjit, ku thot, gjinitë. Dhe pastaj edhe në kodin e familjes, gjinitë, martesa nuk është mes i burri dhe një grua, por martesa është mes individëve
sipas dëshirës, për shembull. E kështu me radhë. Kjo është ecë. Prindrit mund të zgjedhin për bërjen gjenetike të fëmijëve të tyre në opsionin e ri IVF. Pra, ku ka shkuar njerëzimi? Ka shkuar dhe ku po shkojmë dhe ne? Tek prindrit që mund të zgjedhin gjenetikën e fëmijës së tyre. Një gjë që deri më sot ja kemi dhënë Zotit për ata që besojnë. Natyrës për ata që besojnë. Tashmë këto do ta programoj njeriu. Dhe tashmë njerëzit do të lindin jashtë konceptit klasik, burr, grua që bëjnë seks me njëri tjetrin. Jo vlla, ti do të zgjedhësh ngjyrën e syve të flokëve, bibilushin ose zogun, veshët, unë do të zgjedhësh ti. Pra, ne do të prodhojmë fëmijë, nuk do të bëjmë fëmijë. Eqim. Thjesht për paralajmëroj. Italia ka më shumë kafshë shtëpiake se sa foshtja. Shkalla e lindjes është më të ulët historik. Ku ka ardhur njerëzimi, fal këtyre agjendave, që duke shumë të bukura, shumë romantike, ka ardhur këtu për shkak goditjes ekonomike. Se sot të lindësh një fëmijë apo të ta prodhosh, kushton sa sta merr mendja. Që nga lindja derisa i del në jetë. E para. E dyta, për shkak të këtyre ndërhyrjeve të ndryshme, njerëzit kanë më shumë kafshë shtëpiake se sa foshtje në Itali. Po vjen edhe në Shqipëri. Po vjen edhe në Shqipëri shumë shpejt. Tjetra. Jemi tek shoqëria e kontrollit njerëz. IA, pa inteligjencë artificiale, deshifron trurin duke shndruar mendimet në tekst. Do thotë që ti edhe brenda kokës tënde nuk je më i mbyllur, i sigurt. Do thotë që IA, inteligjenca artificiale, mund të lexoj mendimet e tua. Kuptoni se në çfarë sistemi po shkojmë? E kuptoni se ku po lundrojmë dhe ku po udhtojmë? Një ligj i pafajshëm i barazisë gjinore? Të lutem më dil në një material tjetër, të vjetër sa bota, të lexuar edhe një libër për 6 minuta ul stresin me 68%. Nuk e di a më kupton gjenerata Z, edhe ajo që vjen pas Z-s. Po libri është ilaç. Është një gjë, libri është me 2 kapak, po ka dhe shkronja, është dhe një blok që ka 2 kapak edhe një kështu që mund mbahet. Jo, libri ka dhe shkronja. Në qoftë se 6 minuta është një faqe. Lexo një faqe libri, mund të kesh këtë të mirën e jashtëzakonshme. Kam dhe një tjetër për ta mbyllur me gallat. 9.000 hapa në ditë uli rrezikun e vdekshmërisë në 60%. Unë e kuptoj se çfarë ka dashur të thotë atë shëja. Po mirë që ta procesoj në përmend, sepse në qoftë se një person bë ka 9.000 hapa në ditë, është i pavdekshëm? Problemi është ul rrezikun e faktorëve që më thënë thash, sepse vdekja mund të ndodhi që në sa del nga parku nënës dhe në çdo sekondë jetës. Kjo mund të rrisë shanset e gjatësisë apo të shëndetit mirë. Po vdekjes nuk i ka shpëtuar njëri, sa do hapa ka bërë në jetën e tij. Kanë vdekur maratonomak, kanë vdekur futbollistë, kështu që kujdes me tituj desha të them unë. Gjithsesi do po del inteligjenca artificiale për të bërë live, kështu që ne do të se ti do punojmë bëjmë sanduiç, mbas ato me inteligjencë artificiale. Kaq kishim për këtë javë. Javën tjetër kismet, dashë Zotit takohemi. Nga mirë shkurti Cristiano Xhanari, edhe Anxhi që bëhet asistent aty. Natë më mirë.